Gjykata Supreme e South Carolina ka rrëzuar dënimin për vrasjen ndaj ish avokatit Alex Murdaugh, i cili ishte shpallur fajtor për vrasjen e bashkëshortes dhe djalit të tij 22 vjeçar në vitin 2021. Çështja kishte tronditur opinionin publik amerikan për shkak të lidhjeve të familjes Murdaugh me elitën juridike dhe politike të Karolinës së Jugut, si dhe për shkak të detajeve dramatike të hetimit. Në një vendim unanim, 5 gjyqtarë të Gjykatës Supreme deklaruan se procesi gjyqësor i vitit 2023 ishte ndikuar në mënyrë të papërshtatshme nga zyrtarja e administrimit të gjykatës, Becky Hill. Gjykata argumentoi se ndikimet e jashtme mbi jurinë e bënin të pamundur mbajtjen në fuqi të vendimit të mëparshëm. Avokatët e Murdaugh kishin kërkuar rigjykim duke pretenduar manipulim të jurisë dhe gabime procedurale gjatë hetimit dhe procesit gjyqësor. Alex Murdaugh ishte dënuar me 2 burgime të përjetshme të njëpasgjeshme për vrasjen e bashkëshortes dhe djalit të tij në qershor të vitit 2021. Megjithatë, pavarësisht anulimit të këtij vendimi, ai do të mbetet në burg pasi po vuan edhe një tjetër dënim për 27 vitesh për krime financiare. Prokurori i përgjithshëm i Karolinës së Jugut, Alan Wilson, deklaroi se zyra e tij do të kërkojë një rigjykim sa më të shpejtë të çështjes. Ai theksoi se askush nuk është mbi ligjin, duke përsëritur qëndrimin e mbajtur edhe gjatë dënimit të Murdaugh 2 vite më parë. Rasti Murdaugh mbetet një nga proceset gjyqësore më të ndjekura në SBA, vitet e fundit, për shkak të përzgjerjes së pushtetit, pasurisë dhe akuzave për dhunë brenda një prej familjeve më të njohura juridike të shtetit.